Para viteve 90, bima e ullirit kultivohej në kodrinat në zonën e rrethit të Lushnjës, por edhe në shumë rrethe të tjera që i bashkon fusha e Myzeqes, si Patosi e Roskoveci, dhe zona e Beratit dhe e Vlorës. Tashmë, pas viteve 90, bima e ullirit është një bimë që po kultivohet edhe në fushat e gjera, e kjo pemë shumë vjeçare është karakteristik për klimën mesdhetare dhe është mjaft e përhapur edhe në Shqipëri. Frulla e ullirit përdoret për prodhimin e vajit të ullirit, një nga yndyrnat më të shëndetshme për organizmin, i pasur me antioksidant, acide yndyrore të pangopura dhe vlera të mëdha ushqyese. Gjethet e ullirit gjithashtu kanë veti mjekësore dhe përdoren në infuzione natyrale për uljen e tensionit të gjakut dhe forcimin e sistemit imunitar. Në Shqipëri kultivimi i ullirit ka një traditë miravjeçare, sidomos në zonat jugore dhe bregdetare. Ulliri nuk është vetëm një bimë bujqësore, por një pjesë e rëndësishme e identitetit kulturor dhe rural të vendit tonë. Ulliri është një traditë mesdhetare dhe gjithashtu bima e jetës.